Po, pa dyshim se prej fillimit të kampionatit, sezonit, do më thonë në ekipi Fair Valley është projektu për gjitha trofit. Edhe pa dyshim që e kemi prit, po gjithsesi në pjesën e janarit do shta kemi pas pak të loshe, po besoj se pa tjetër që ka qenë e pritur prej gjithë neve. Kjo ndoshta ka qenë pjesa që nuk është mendu as pak në fillim të sezonit kur kemi projektu ekipin, po ja që situatat e tilla ndodhin dhe besoj që problematikat më të mëdha i kemi pas edhe në gjetjen e lojtarëve, për shkak se nuk ka qenë ndoshta shumë problemet e lojtarëve të huaj, sa ka qenë problemet e lojtarëve vendor, pasi dihet që në kampionat munden vetëm 3 lojtarë të huaj munden mu paraqit njëkohësisht në ndeshje, kurse ne kishmi probleme me lojtare vendore. Këto Logan Case si organizatore patjetër që është truri i ekipit. Edhe kur ti ndrohet një lojtare organizatore, atëherë llogaritet sikur ti duhesh me fillu komplet sistemin prej fillimit me një organizatore të re. Gjithashtu edhe vonesa e ardhjes së organizatorës së re na ka kushtuar jashtëzakonisht shumë për shkak të procesit të vizave e gjona administrative, kurse pjesa e vesës patjetër që ka qenë kjo ndoshta mungesa më e madhe për ekipën tonë, për shkak edhe se ka qenë edhe normalisht niveli, po edhe për shkak që ka qenë lojtare vendore. Po në bazë të informatave që i kam, ka ekipe në Kosovë të cilët kanë tentu mi kontaktu rreth sezonit të ri që vjen, po normalisht për mua dhe për ne, patjetër se kjo është, po besoj që vetëm sport nuk mundet më qujt. Pasi ka mundësi finalja ka përfundu mbron, dhe prej sot e deri në gusht kur të mbyllen afatet, po besoj se ka pas kohë të mjaftueshme, po besoj se ka qenë një tentativë për me prish përqendrimin e lojtarëve. Situata financiare ka qenë e mirë nga fillimi, por në fazën e janarit, me largimin e lojtarëve, ka pas edhe probleme financiare rreth klubit, tash edhe vonesat pagesave, si nga ministria, si nga komuna, gjithashtu edhe sponsorët nuk kanë arrit mi përmbush detyrimet disa deri në fund sipas marrëveshjeve. Po besoj se ja kemi dalë jashtëzakonisht mirë me përmbyll këtë fazë, po patjetër se ka pas edhe probleme financiare, një problem ekstra për ekipin tonë. Një emocion jashtëzakonisht i madh. Faleminderit trajnerëve, shoqëve të skuadrës dhe kreve që na kanë mbështet për gjatë kësaj rruge të kampionit. E vështirë është se pas çdo largime të ndonjë lojtares për arsye të veta, ecuria e lojës ka ndryshuar edhe volejbolli është zinxhir. Një lojtar mos më kon në to ose mos më përshtat me klubin, ka me ndiku, kështu që u kon jashtëzakonisht e vështirë. Ky sezon u kon jashtëzakonisht shumë i mirë, po edhe shumë i vështirë. Për mua është viti i dytë që unë jam kampione e Kosovës, edhe ky vit me të vërtetë shijon hala më shumë. Kom qenë më kon te ekipa jam.